Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. 2 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku në autostradën Ibrahim Rugova. Policia ka njoftuar se vdekjen e viktimave e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Për më shumë hollësi do të na njoftoj gazetarja Nora Xhuzi, të cilën e kemi në linjën të drejtë për drejtë. Nora, përshëndetje, nëse po më dëgjon, na thuaj cilat janë të rejat nga ky aksident tragjik. Po, përshëndetje për juve dhe për gjithë shikuesit tanë, duke qenë se policia nuk na lejoi që të stacionohemi pikërisht në vendin ku ka ndodhur aksidenti sot në orët e hershme të mëngjesit, vetë të gjitha njësitë relevante ishin në vendin e ngjarjes, duke bërë tërheqjen e 2 viktimave. Tashmë janë të konfirmuara 2 viktima pasagerja dhe ngasja e veturave. Vetura e cila ishte me targa nga Shqipëria, pra të dyat kanë ndëruar jetë në vendin e ngjarjes. Ndërsa ngasësi i kamionit është identifikuar dhe tashmë vetë po bëhen të gjitha detajet kontrollet për të bërë tërheqjen e trupave të 2 viktimave. Dua të kujtoj që kjo pjesë e autostradës në hyrje të shtetit të Prizrenit është bërë një vend ku më së shumti aksidentet po ndodhin, kjo për shkak të mos përshtatjes së shpejtësisë edhe kushteve atmosferike që këtë javë të fundit po mbretëron në këtë pjesë të autostradës. Nora, unë ty të falënderoj për të informacione që solle për shikuesit e Radio Televizionit të Kosovës dhe urojmë që të mos kemi më asnjë aksident dhe apelojmë tek gjithë ngasësit e veturave pra për një kujdes të shtuar. Ndërsa policia e Kosovës ka raportuar një seri ngjarjesh kriminale dhe aksidentesh. Në Prishtinë janë arrestuar persona për armbajtje pa leje, keqpërdorim të besimit dhe dhunë në familje. Në Pede Gjakov janë ndaluar disa të dyshuar për posedim droge dhe përdorim armësh gjatë ngjarjeve familjare. Në veri të Mitrovicës dhe në Kufi, disa qytetarë u ndaluan për kalim ilegal dhe transport të paautorizuar të kafshëve. Raporti tregon gjithashtu një aksident me fatalitet, 18 aksidente me të lënduar dhe mbi 2100 tiketa trafiku. Autoritetet bëjnë thirrje për respektim të ligjit dhe bashkëpunim me policinë. Dogana e Kosovës ka konfiskuar mbi 250 kg duhan të pa deklaruar në Prishtinë. Në njoftimin e doganës thuhet se duhani është gjetur dhe konfiskuar gjatë një kontrolli operativ në një objekt pa mbishkrim pranë tregut të gjelbër në kryeqytet. Dogana tutje ka bërë të ditur se malli është ndalur përkohësisht dhe se Prokuroria Themelore në Prishtinë është njoftuar për gjetjet për të udhëzuar hapat e mëtejshëm procedurale. Ambasada e SBA-s në Prishtinë dhe policia e Kosovës do të zhvillojnë sot një ushtrim të madh për menaxhimin e krizave dhe reagimin emergjent që do të fillojë nga ora 15 deri në orën 21. Ushtrimi synon forcimin e bashkëpunimit në siguri dhe testimin e koordinimit ndërinstitucional. Gjatë orëve të trajnimit pritet prezencë shtuar policore, lëvizje të kufizuara, mbyllje të përkohshme rrugësh dhe përdorim i sirenave. Ambasada thekson se bëhet fjalë vetëm për ushtrim dhe kërkon bashkëpunimin e qytetarëve. Anëtarësimi i Kosovës në NATO po shihet si prioritet strategjik për sigurinë në Ballkanin Perëndimor, në një kohë kur tensionet gjeopolitike dhe kërcënimet nga Serbia po shtohen. Thirrjet për pranimin e Kosovës në aleancë janë intensifikuar, përfshirë edhe ato nga Kongresi Amerikan, ndërsa autoritetet vendore theksojnë se forca e sigurisë së Kosovës është tashmë e gatshme në aspektin ushtarak dhe të kapaciteteve, megjithse mbeten sfida politike dhe diplomatike.
Agrën Qalaj edhe zyrtarisht ka pranuar detyrën e ushtruesit të kryeprokurorit të shtetit nga Besim Kelmendi pas vendimit të gjykatës themelore, e cila ka hedhur poshtë kërkesën për masë të përkohshme. Në mbledhjen e KPK-s, Qalaj ka thënë se mandati i tij është i vlefshëm, derisa ka premtuar se do të punojë me përkushtim dhe nuk do të mungojë në mbledhjet e Këshillit, pavarësisht kërkesave të disa anëtarëve që ai të mos jetë i pranishëm në to. E ndërkohë në Shqipëri, Klodian Braho është zgjedhur drejtuesi i ri i prokurorisë së posaçme, duke marrë 7 vota të Këshillit të Lartë të prokurorisë. Ai do ta pasojë Altin Dumanin në krye të institucionit. Braho është bërë pjesë e SPAK-ut që nga themelimi dhe më 18 vite përvojë në drejtësi, theksoi se prioriteti i tij do të jetë konsolidimi i institucionit. Ai njihet për rezultatet në konfiskimin e pasurisë së krimit. Braho bëhet drejtuesi i tretë i SPAK-ut pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit, ndërsa mandati i tij do të zgjasë 3 vjet pa të drejtë rizgjedhjeje. Edicione vazhdoj me lajme të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ende në pritje të flet votimeve që po shtypen në Sloveni për të nisur procesin e votimit përmes postës për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas KQZ-s, votimi me postë nuk do të nisë më 12 dhjetor siç është planifikuar, por pritet të fillojë në fillim të javës së ardhshme. Rreth 58.000 votues nga Mërgata kanë zgjedhur të votojnë me postë, ndërsa 19.256 do të votojnë fizikisht në 24 shtete ku Kosova ka përfaqësi diplomatike. Votimi përmes postës përfundon më 27 dhjetor, një ditë para zgjedhjeve në Kosovë. Një nga zonat më të ndotura në Obiliq pritet të shndërrohet në prodhuesin më të madh të energjisë së pastër në vend. Korporata Energjetike e Kosovës ka hapur fazën e parë të tenderit për ndërtimin e parkut solar 100 MW, një nga impiantet më të mëdha në Evropë dhe i pari i këtij kapaciteti në rajon. Projekti do të ndërtohet në zonën pranë termocentralit Kosova A, ku për dekada është depozituar hiri industrial. Përmes këtij investimi, toka e degraduar do të kthehet në burim të energjisë ripërsëritshme, duke rritur kapacitetet vendore dhe duke ulur varësinë nga importi. Ekspertët e energjisë e vlerësojnë projektin të domosdoshëm për Kosovën, ndërsa kompanitë vendore shprehin interes për t'u bërë pjesë e tij. Projekti solar pritet të zgjasë disa vite deri në realizimin e plot. Agjencia për investime dhe përkraje të ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, ka njoftuar se është zgjatur afati për thirrjen publike për përkrajen financiare të ndërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme në skemën e granteve për energji të pastër të shpallur me 10 tetor. Aplikimi mbetet i hapur deri më 31 janar. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.